Mbaj mend një herë me mamin kur kemi shkuar për masazh, tajlandezja që masazhonte mamin, mami që Përqë atë kur futun prer të para, ato kush ishin parë. Mami fliste shqip, ajo që bënte yes ma'am, yes mam. Po yes mam ajo dhe vët mua ajo. Dhe ishte shumë komike, realisht, dhe kjo është një ndër skenare që unë kisha shkruar këtu në fletore. Po jo se çova 2 javë që jam çuar në krevati. Dhe tani puti në mes ti tregojmë publikut. Tani kur erdhi momenti për të realizuar këtë vlog, që unë e kisha hedhur në fletore, që okay, një ndër vlogët do jetë unë dhe mami në spa. Tani ky momenti i masazhit mund shkonte maksimumi 5 minuta, që më thënë publiku kur ta shifte në televizor, në YouTube, do ishte 5 minuta gjë me montazh, me eksport, me të gjitha. Po neve duhet ta zgjasnim, duhet i bënim një fabulgjës. Dhe situata e djalit, Jamesi, djali që futet në spa dhe gjithë... Që luma maja që e ka bërë. Dhe gjithë ajo gjë... Ala me djali, ajo pjesa e djali dhe mami që më shtyn, ajo pasaj është një pjesë improvizim. Jo, ka ndodhë, kur kemi qenë në pishina, me thënë, ka qëndon një duke parë rozën, dhe kjo sytë në lara, s'ka si gjithmonë dhe unë ja kam bërë, po shikojnë që i kam thënë, kjo është e vërtet që është shikojnë që si po të shikojnë, si janë qikë ma masë më i motë që shikoj vetë. Ty të shikojnë edhe sytë i rivju nga, kurse mamaja, ta shikime provokime. Kurse do vime dhe ta jo, sa ishte jashtë skenare, ishte tjetë muhabet. Po zot, por që... S'është me të thënë, është me të dhënë. Që mos më thoni si së të ngjanë që kroza në shumë gjëra.